أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Zotin e madh e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, paqja dhe dashuria e Zotit qoftë mbi Muhamedit alayhis salatu wassalam, familjen e tij, fisnike, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e përcjellin këtë rrugë dhe neve Allahu xhaleshanuhu na bëft ta pasojmë këtë rrugë me dinjitet dhe përkushtim të thellë. Tema të cilën e kemi shkëputur nga libri Urtësia e Penës që titullohet Dashuria dhe Shpresa. Dy gjëra për të cilat jeta njerëzore nuk mund të ketë kuptim dhe as më tepër për të ecur përpara drejt veprave të mira. Ato dy gjëra ku Islami na thërret shpesh, në to janë dashuria dhe shpresa. Ato janë kur njeriu si njërin, po ashtu dhe tjetrën që Allahu xhaleshanuhu si Zot i gjithësisë do e fal dhe do jap shumë të mira. Sigurisht neve Allahu xhaleshanuhu na dha shumë nimete dhe shumë të mira. Dhe garantoj se do të na falë shumë, inna Allahe yaghfiru dhunuba jamia. Pra me të vërtet Allahu xhaleshanuhu është që falë shumë. Pastaj Allahu xhaleshanuhu thot në një ajet kuranore, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Dera pendimit është gjithmonë e hapur. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha: Kullu ibn Adama khata wa khayrul khata'ina tawwabun. Çdo biri i Ademit është gabimtar dhe më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Kështu që kjo pra na jep me kuptues që Allahu ka dashuri të madhe për ne dhe nuk na i humb shpresat. Për arsye se na ka thënë që u kam lënë mundësinë që të pendoheni. U kam lënë mundësinë që kur gaboni, sepse gaboi edhe Ademi, babai juaj gaboi dhe u pendua. Gabimi shpeshherë mund të bëhet edhe me vetdije, por edhe pa vetdije. Por pastaj njeriu kur pendohet, duhet që mos kthehet prapë njëjtin gabim. Kështu që kjo është pra Allahu xhaleshanuhu që ka dashuri për ne si krijesa njerëzore dhe ka mëshirë të madhe. Prandaj edhe ne duhet i mëshirojmë të tjerët, t'i duam të tjerët, t'i respektojmë të tjerët. Të mos kemi urrëtie për asnjërin. Të mos e kemi fjalën tonë vetëm në majë të gjuhës. Pra, jo vetëm të themi dashuri, domethënë, por ato çka e themi dashuri të jetë vërtet dashuri. Mos të jetë vetëm në majë të gjuhës dashuri, ose mos të jetë vetëm thjesht dashuri pastaj në vepra, në fjalë të jetë dashuri, por në vepra urrëtie. Pra, mos të jetë në letër e shkruar dashuri e në vepra të jetë urrëtie. Por të jetë edhe në letër, por të jetë edhe në gjuhë dashuri, por të jetë edhe në vepra dashuri. Prej mirësive dhe dashurisë që Zoti ynë ka për ne, është kur ne bëjmë një të mirë na shumëzohet djetë e më shumë. E jo vetëm një. Pra kur ne bëjmë një të mirë, Allahu automatikisht ne shumëzon për 10, për hak dashurisë që ka ndaj nesh si krijesa të tij që jemi. E kur e bëjmë një të keqe, pra ajo rrin një kohë gjatë deri të mendosh ti. Nëse s'mendosh, ajo shkruhet vetëm si një e keqe. Men jaa bil hasanat falahu 'asharu amthaliha. Pra, kush më vjen me një të mirë, unë ja shumë fishoj me 10 të tilla. Thot Allahu në surën Al-An'am, ajeti 160. Dashuria pra e jon ndaj Allahut dhe dërgumit ti duhet spikat dhe të vërejt edhe pra në praktike dhe në veprimtari. Kjo dashuri duhet të jetë inspirim për punën tona, për jetën tonë përditshme. Të jemi aktiv kudo që jemi, në punë, në rrugë, në zyre, në jetën e përditshme, në familje, në punët që punojmë. Pra t'i bëjmë ato me dedikim dhe përkushtim dhe t'ja u japim drejtësinë atyre.
Muhamedi alayhi salatu wassalam na mësoi se duhet jemi të butë pra me të tjerët, sepse ai nuk flisne asnjëherë nga vetja e tij. Allahu xhaleshanuhu na lajmëron në Kur'an lidhje me këtë temë, pra dashurinë dhe shpresën. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thuaj nëse doni Allahun, atëherë ejeni pas meje, që Allahu t'ju doj, t'ju fal mëkatet tuaja, se Allahu është që fal shumë dhe mëshiron shumë. Pra Allahu fal shumë, mëshiron shumë. Ka dashuri të madhe për krijesat. Një ndër emrat e Allahu xhaleshanuhu është El-Vedud, është i dashur. Ai ka dashuri të madhe për ne, sepse ne jemi krijesat e tij. Dhe ne duhet kemi dashuri të madhe për krijuesin tonë, se na ka kriju, na ka dhënë shumë të mira. Duhet të themi elhamdulillah, faleminderit Zot, duhet ta lavdërojmë, të lavdëruar qoftë Zot. Duhet të shprehim madhështitë, të thomi i lartë, i madh je Allahu Akbar. Pra, të shprehim atij mirënjohje, ta falenderojmë për gjitha këto të mira që na i ka dhënë. Musa alayhis salam kur kishte para vetes detin, disa që ishin me të cilët ishin të lohatshëm në besimin e tyre thanë: ne më nuk kemi shpresë, na zuri ushtria e faraonit. Por Musa kishte shpresë të madhe në Allahun xhaleshanuhu. Ai pra shpresonte shumë tek Allahu xhaleshanuhu, sepse ishte i dërguar i Zotit, po ishte i pajisur dhe me cilësi fisnike. Pra, nuk duhet të jemi prej atyre që i humbasim shpresat, edhe besimin ta kemi një besim të gënjeshtërt. Sikurse i dhujtarët, besimi i dhujtarëve, të cilin e përshkruan Allahu në Kur'an, fa idha raqibu fil fulki da'u Allahu mukhlisina lahu ad-din, falam najahum illa al-barri idha hum yushrikun. I dhujtarët e dinë për Allahun, sepse kur hipin ata në anije, u këputet lidhja me tokën dhe friksohen, i luten sinqerisht Allahut. E kur ai shpëton ata dhe dalin në tokë, ata të njëjtit lusin idhuj. Pra kjo dashuri manipulative nuk ka vlerë. Dhe sot mjerisht shohim të tillë që vetëm nga frika apo syfaqësia për të dukur të këtë tjerët falen. Disa nga frika shkojnë në xhami. Mund të shtrohet pyetja pse nga frika, çka është njëri më friksu. Unë të kam frikë Allahun edhe po shkoj po fal në xhami. Jo, duhet edhe ta bësh me dashuri atë që e bën, për hatër të Allahut. Du ta bësh pra që të shtohen veprat e mia ta fitosh xhenetin, jo vetëm nga frika. Në xhami duhet shkojnë pra sepse kemi dashuri ndaj gjithë atyre gjërave që Allahu na i ka dhënë. Dhe duhet të shprehim dashuri të falënderojmë atij. Dashuria besimtarit është një dashuri e fortë, e besueshme, reale mes tij dhe Zotit plotfuqishëm. Siç thot Allahu në Kur'an, në surën Bekare, ajeti 165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, walladhina amanu ashaddu hubban lillah." E nga njerëzit ka që në vend të Allahut besojnë idhuj, që i duan, i madhërojnë ata, sikurse që besimtarët e vërtet duan Allahun, po dashuria e tyre që besuan është shumë më e fortë, pra është një lidhje e sigurt. Forca e dashurisë ndaj Allahut e mban gjallë njeriu dhe e bën atë të jetë vigjilent përballë sfidave bashkëkohore dhe bën të jetë durimtar në momentet e vështira ta kuptojë realitetin e kësaj bote. Kurani famlar u jep shpresë për mirëve. I përgëzon ata: "Wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar." Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, përgëzoj me kopshtet e xhenetit nëpër të cilat rrjedhin lumej. Pra në surën Bekare, Allahu i përgëzon pra besimtarët edhe ju thot: "Wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihati." Pra përgëzoj ata të cilët janë amilun salihat, pra të cilët bëjnë vepra të mira. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khayrul bariyah, thot Allahu në një ajet tjetër kuranor në surën Bejina. Ata të cilët bëjnë vepra të mira,
janë krijesat më të dashura të Allahut xhaleshanuhu. Dashuria dhe shpresa janë të shumë llojshme, secila nga to kanë shumë dek. Për shembull, dashuria ndaj Allahut xhaleshanuhu, dashuria ndaj të dërguarit Muhammed alayhis salam, dashuria ndaj shokëve të Muhamedit, sahabeve, dashuria ndaj gjeneratave të arta të sahabeve, pra si dhe dashuria pra ndaj tabiinëve dhe tabiinëve, dashuria ndaj dietarëve që pasojnë Kur'an dhe Sunet, dashuria ndaj prindërve, nënës, babait, dashuria ndaj farefisit, sepse ne kur i dom prindit, e respektojmë dhe dom farefisin, Allahu është i kënaqur me ne dhe na don ne. Dashuria ndaj adheut, fshatit, qytetit, shtetit ku jetojmë, që mos të qesim bërllogin vend apo vend, që ta respektojmë shtetin ku jetojmë, vendin ku jetojmë, mos bëjmë trazira aty ku jetojmë, në shtetin tonë, vendin tonë, mos bëjmë fesat, ta dom vendin ku jetojmë me vepra, jo vetëm me fjalë. Ta dom vendin ku jetojmë pra me vepra, jo vetëm me fjalë. Dashuria ndaj gjuhës anëtare, me dashur për gjuhën shqipe, për cilën gjuhë shumë shkrimtar, shkencëtar kanë kontribu për të levru dhe për të pasur këtë gjuhë shqipe tani, që për e flasim dhe për e majmë dhe këtë gjërat në gjuhën shqipe. Por edhe gjuhë tjera të respektojnë sepse janë pjesë e civilizimit, dhe civilizim dhe të integrojmë zhvillimin e njeriut. Dashuria ndaj fëmijëve, të rinjve, të moshuarve, me dashur fëmijë, me afro afër vete, me mësua ata me dashuri, edhe mos me ndërsy ata dhe mos me i bë lajkatar dhe urrëtës. Dashuria bashkëshortore, burri me dash gruan dhe gruaja burrin, me dëgju njëri tjetrin në punë të mira, në hajër dhe mirësi. Dashuria ndaj kafshëve, shpesve, insekteve, ndaj kafshëve mos sjell mirë. Një grua na dim se i ka mbyll disa mace, i ka lënë mrena dhe nuk i ka lënë as me hongër kondrat, ato skrajat e tokës, kanë ngordh ato mace edhe si shkak kjo grua ka hyrë në fell xhenem, se ka hyrë në xhenem me macat. Pra na do të mi dashte macat e qenin e ka marrë një grua, thot ja ka dhënë me kutë sa, ja ka dhënë me pi ujë, e ka fitu xhenetin. Pra me sendet vogla ka një herë fituar xhenetin, nuk mjafton është shumë punë për ta fituar xhenetin. Po ndoshta mjafton një vepër që bëhet me sinqeritet dhe për hatër të Zotit, edhe mjafton ndoshta çajo vepër që është bërë me sinqeritet, vogaki kemi bën vepra shumë më të mëdha, po nuk kanë qenë sinqeritetin e duhur, e që ajo vepër shumë e vogël ka qenë sinqeritetin e duhur, ka qenë 100% ta quajmë ashtu. Edhe është bërë e pranueshme tek Zoti dhe ajo pra është bërë sebeb që ne të fitojmë inshallah xhenetin. Shpresa është një pajisje e bukur shpirtërore, por që e forcon njeriu në shumë dimensione të jetës, e cila ndahet në disa pika. Pra, ishim të folë për dashurinë tash, për shpresën që kemi gëshetuar që dyja zbajnë pa njëra tjetrën. Shpresa në Allahun xhaleshanuhu, shpresa për ditë më të mira, shpresa për ndryshim nga e keqja në të mirë, shpresa për një rini më të arsimuar dhe më të zhvilluar, shpresa për edukim më moral dhe drejtësi dhe jo më imoralitet dhe padrejtësi. Wala taqrabu zina, thot Allahu në Kur'an, mos i afroni imoralitetit, prostitucionit. Pra namazi, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, pra namazi largon pe imoralitetit, pe të këqijave, pe të rrituara. Prandaj falet namazi, prandaj namazi është për me eduku njëri shpirtërisht edhe me qenë ai edhe praktikisht i eduku. Sepse kur edukohet shpirti, edukohet edhe trupi. Shpresa që çdo të ret mësojnë diçka të re. Muhamedi alayhis salatu wassalam thoshte që mos ma bekoft Allah një ditë që nuk mësoj diçka të re. Duhet çdo ditë mësojmë diçka të re. Shpresa për të bërë më shumë vepra të mira, për të shtuar vepra të mira. Sahabët, gjeneratat e arta, garonin për punë të mira. Garonin në punë të mira. Shpresa për të lënë gjurmë me punë të mira në jetën tonë. Pra ne jetojmë në këtë jetë, pa marrë parasysh se sa jetojmë. Vetëm Allahu e din sa kemi jetesë, jetë gjatësinë këtë jetë.
Por gjatë asaj kohë që jemi të jetu, edhe në këto kohë që jemi të jetu, në këto momente, sa po dojmë gjunë, sa pemi kemi mirë në fshat, sa fëmijët i kemi edukuar, ju kemi dhënë edukimin e duhur, sa libra ke shkru, apo i ke dhënë ata për njerëzit me lexu, sa zbulime shkencore ke bën, a ke zbulue llampën elektrike sikur Edisoni, që tash po na ndryshon. Pra sa ke bën punë të mira, sa ke dhënë gjurmë për njerëzimin për mirë, ose sa je bën modele mirë për njerëzimin. Shpresa se çdo gjë arrihet me dijen e Zotit fuqiplot, pra. Ju mbështet Allahut me shpresë që do të arrihet çdo gjë. Është një shpresë besueshme, pra, që mban gjallë njeriu dhe forcon me dashuri e bindje ndaj Allahut. Shpresa që do t'i japin hakun të drejtën familjes. Dashuria dhe shpresa janë dy gjëra që Muhamedi alayhi salatu wassalam shpesh na fliste për to. Ai edhe pse u gjujt me gur në qytetin Taif, kishte shpresë që ky vend një ditë do ndryshonte për mirë. Në lidhje me këtë, në shpresën, përmenden disa ajete në Kur'an, por do mundohem dy nga ato t'i zgjedh, që kemi zgjedhur edhe në librin Urësia e Penës. Qale wa man yaknut min rahmati rabbihi illa dhallun. Tha, askush nuk e humb shpresën në mëshirën e Zotit vet, përveç atyre që janë të humbur, dallun, pra, dallun. Atyre që janë të humbur. Të humburit i humbasin shpresën. Kurse ata të cilët janë të pajisur me dije dhe me vepra të mira, ata gjithmonë shpresojnë sepse janë optimist. Kurse i humburi s'ka pikë shpresë. Ai ka humbur. Ndërsa në një vend tjetër na treguohet se vetëm jo besimtarët, pra, ata që janë pa besim, e humbin shpresën dhe janë njerëz që jetojnë pa motiv, pa shpresë për një të ardhmë të mirë. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Mos e humni pra shpresën nga mëshira e Allahut, sepse vetëm populli jo besimtar e humb shpresën në mëshirën e Zotit fuqiplot. Kështu që besimtari apo njeriu që është i pajisur me vullneti fisnike, me vepra të mira, ka shpresë, nuk i humb shpresën. Ai njeri që i humb shpresat ka dështu. Për arsye se ai nuk ka kurfar motivacioni për punë, për jetën e përditshme. Kur shkon në punë nuk ka motiv me punu. Kur flet me dikon s'ka motiv me fol. I det si punojnë. Pra ky njeri është vetëm thjesht si një gur, bile edhe pe gurve ka dobi, sepse nga gurët ndërtohen ndërtimet sofistikume. Pra çdo njeri prej nesh në këtë shoqëri duhet të kontribojmë me ato dhunti që na i ka dhënë krijuesi Allahu i madhreshëm. Kështu që dikuja ka dhënë zërin, dikuja ka dhënë idetë, dikuja ka dhënë mendimet, dikuja ka dhënë punën, fuqinë fizike, dikuja ka dhënë pra pasuninë për me zhvillue, pra mos me majt ato me u krym, me met ashtu, po atë pasuri duhet me shtin punë, qarkullim, edhe me punu me ta. E ata njerëz të cilët janë pa punë me punësu, me qetë fabrika, me qetë gjëra ndryshme, të cilat i shërbejnë njerëzve dhe krijojnë apo formojnë, ta them më mirë, formojnë mes njerëzve harmoni dhe ekuilibër. Pra kjo ishte një kronikë e radhës mbi dashurinë dhe shpresën. Për fund ju them që të keni dashuri shumë ndaj krijesave, ndaj krijuesit, ndaj njerëzve që ju rrethojnë, dhe të shpresoni dhe të motivoheni dhe të vazhdoni vetëm përpara me punë të mira, me zhvillim dhe integrim në të mirë. Na vizitoni në www.arberberisha.net, si dhe në YouTube Mudi Muslim Channel Imam Arber Berisha, dhe në rrjetet sociale të ndryshme na vizitoni Imam Arber Berisha në fanpage-in tonë. Edhe një herë pra, aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.